Kleopatra njihet si sundimtarja e fundit e Egjiptit lashtë, një figurë që bashkon politikën, inteligjencën, por edhe simbolikën. Por për te historisë zyrtare, ekziston një ide intriguese. A mund të fshe emri i saj një kuptim më të thellë, ndoshta edhe një lidhje gjuhësore që shkon përtej kufive të njohur? Në tempullin e Denderës janë gjetur paraqitje të emrit saj në formë hieroglifike. Këto shenja përfshin simbole të tilla si luani dhe dora që i shikoni në figurë, të vendosura brenda kartuçës mbretërore. Nëse këto piktograma lexohen edhe në mënyrë simbolike, ato mund të interpretohen po njësoj. Unë sugjeroj se bashkimi i tyre krijon një emër që tingëllon i njohur në hapësirën shqiptare. Bëhet fjalë për emrin Kleodora. Kjo ide bëhet edhe më intriguese kur krahasohet me formën e emrit Kleopatra. Nëse e ndajmë këtë emër në pjesë, na delsin figurë që do të thotë Kleo, putra, pra putra e luanit, që mund të krijohet një lidhje me konceptin e putrës, një simbol force dhe mbretërimi.